Një 17 vjeçar u ndalua nga specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e Vaut të Dejes pasi rezultonte i shpallur në kërkim. Gjykata e Shkodrës i ka caktuar ndaj tij në mungesë masën e sigurisë arrestit me burg për veprën penale të kultivimit të bimëve narkotike. Ky shtetas dyshohet si bashkautor i kultivimit të 180 bimëve narkotike në fshatin Mnel, të cilat janë gjetur dhe asgjësuar gjatë muajit qershor nga shërbimet policore. Në 24 orët e fundit ka patur edhe disa procedime penale. Janë referuar materialet në prokurori për një 53 vjeçar banues në Kosmaç, pasi dyshohet se ka thyer xhamin e vetratës së një dyqani në pronësitë e një 38 vjeçari dhe ka dëmtuar me mjete të forta automjetin e tij. Ndërkohë oficerët e policisë gjyqësore referuan në prokurori materialin ku nisi procedimi për një 50 vjeçar, pasi automjeti që drejtonte u përplas me një motomjet me drejtues një 43 vjeçar banues në oblig, ku përpasoj është dëmtuar ky shtetas dhe djali i tij që udhëtonte me të. Në Shkodër, specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori, ku proceduan në gjendje të lirë një 43 dhe një 58 vjeçar, fshinj me njëri tjetrin pas janë konfliktuar për motive të dobta. Ndërkohë në fshatin Trush një 40 vjeçar është gjetur pa shenja jete. Në datën 16/9/2025 është kallëzuar nga një 50 vjeçar se është vjedhur një shumë parash dhe një sasi floriri në banesën e tij në Grëmir Çezme, gjatë kohës që nuk ka patur njëri. Policia për këtë rast po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit. Por të gjitha këto raste materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme.